Pak ditë pasi u shpall fitues, Gjesti bën veprimin e papritur në Instagram. Çfarë po ndodh me të? Gjesti u shpall fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, ku rrëmbeu dhe çmimin prej 100.000 eurosh. Tani ai po shijon jetën e re jashmureve të shtëpisë më të famshme, e ka nisur edhe angazhimet e reja në karrierë. I njëjti në Instagram ka bërë një veprim që ka çuditur të gjithë fancat. Ai ka fshirë të gjithë postimet që kishte deri më tani, por akoma nuk ka ndonjë arsye. Sipas kësaj, artisti Pejan ka ndërruar edhe fotografinë e profilit, duke vënë një të re, teksa bëhet me dije se është marrë nga kënga e tij më e re. Ndonë se po fillon çdo gjë nga e para, e ka filluar përgatitjet për projekte të reja. Këngëtari ka mbajtur edhe koncertin e parë që nga dalja Big Brother VIP. Vlen të ceket se ai ka paralajmëruar edhe disa bashkëpunime me emra të njohur në estradë, ku i pari duket që është Stresi, ndërsa kënga e parë që nga Big Brother i do të vijë së shpejti dhe është xhiruar në Prishtinë. Disa të tjerë po thonë se Gjesti i ka fshirë të gjithë postimet pasi është ndarë nga Egli. Këtë e bën të ditur edhe veprimi i njëjtë që Egli ka bërë në Instagramin e saj, teksa dhe ajo ka fshirë të gjithë postimet me Gjestin dhe nga dasma. Bëhet me dije se agjenda e ngjeshur e Gjestit, por edhe disa pakënaqësi që nuk janë sqaruar pas daljes nga Big Brother VIP, janë bërë shkak i një veprimi të tillë. Edhe në post Big Brother VIP u vurej një ftohje të dyve, edhe pse ato akoma janë mbajtur njëri tjetrin krahun. Duket se dhe fansat po kërkojnë llogari nga të dy, megjithatë dyshja ka vendosur që t'i përkushtohet karrierës përkatëse, teksa dhe Egli ka premtuar që do të nxjerrë këngën e saj të re.